Nëse lyeni çatit në një ngjyrë të caktuar, mund të manipuloni energjinë e universit, thot parashikuesi ngjarjeve. Një parashikues paranormal ngjarjesh nga Brazili, Athos Salome, është përfshirë së fundmi në çështjen konspirative duke shpjeguar se përse një numër çatish të vilave që shihen në Google Earth janë në ngjyrë blu. Duke marrë si shembull disa pamje ajrore të qyteteve në Kinë, eksperti i deklaruar i paranormales Athos thot se ngjyra blu e çative të shtëpive është një tentativë dinake për të manipuluar energjinë kozmike që sundojnë botën tonë. Braziliani krenohet si parashikuesi disa ngjarjeve madhore si vdekja e mbretëreshës britanike, marrja e kontrollit të Twitter nga Elon Musk, ndërsa tani përfshihet në teorinë e rrahur së fundmi në rrjet pas zjarreve shkatërrimtare në Maui në ishujt e Havajit, ku disa vila me ngjyrë blu kishin mbetur çuditërisht të paprekura nga katastrofa. Në një video që është bërë virale në rrjetin TikTok, tregohen qyteza luksoze në Kinë ku disa prej vilave i kanë çatit në ngjyrë blu. Argumenti zyrtar thot se ngjyra është simboli i bollëkut dhe pasurisë, por Athos ka të tjera mendime. Ai tha për rrjetin Daily Star ato përfaqësojnë një plan të menduar mirë për manipulimin e energjive kozmike që qeverisin botën tonë. Është një konspiracion që tejkalon mundësinë e të kuptuarit njerëzor. Duke diskutuar influencën e ngjyrave në energjinë shpirtërore, Salome thot se ngjyra blu krijon një lidhje transdentale me universin. Ngjyra blu bën lidhjen mes tokës tonë dhe mbretërive të forcave më të larta. Arkitektët e këtij konspiracioni e kanë kuptuar këtë gjuhë kozmike të ngjyrave dhe përdorin çatit blu për të kanalizuar energji të pakuptueshme. Duke lënë mënjan teorinë e simbolit të bollëkut në Kinë, Athos thot se preferon edhe një tjetër version që po qarkullon në rrjet për çatit ngjyrë blu, ato të përdorimit të saj si mbrojtje nga sulme me shufra lazeri nga lart. Athos tha më tej: në tetor 2022 u bëra një parashikim se gjëra do të bien nga qielli. Tashmë, duke parë prapa, ku parashikimi merr një kuptim të ri, veçanërisht duke parë zjarret misterioze në Havaj. Ka prova se zjarret ishin shkaktuar qëllimisht nga goditje me lazer dhe nuk prodhojnë flak ngjyrë blu dhe i shmangen sipërfaqeve ngjyrë blu. Kjo situatë më solli vëmendjen tek Kina për praktikën e çative ngjyrë blu. Ngjarjet po shpalosen në mënyrë surprizuese duke na lënë vetëm të vrasim mendjen për ato që mund të vi më pas, shtoi parashikuesi.